Tani, sa fela baklava, se ja bëra pyetje dhe panelit të parë, sa fela baklava duhet ham? Sa të kemi fuqi? Sa të kemi fuqi, ë? Shumë tunduse. Ti futemi, është e mirë. Jo. Kjo ishte shumë e mirë. Është e mirë. Tani, kjo sigurisht, si e thonë, si gjërat e Sikur mira... të kishim dhe pak akullore, duhesh e qi. Erës tjetër. Do t'i themi Si pashatur. çdo gjë e mirë është e dëmshme për shëndetin. Jo më Klodi, jo tani po, ha, se... Dëgjoj. Pse më Klod? Jo më, unë do më thënë, tek pjesa e ushqimit jam shumë strikt, jam, do më thënë, mbase nuk di çfarë blej në pazar, sepse si i ka rrit tjetri, por unë di çfarë fus brenda në stomakun tim. Asnjëherë se di, as ato që fut brenda stomakut. Një sekond pra. Di se sa fus dhe çfarë fus. Po. A kupton? Se sa po çfarë? Po mirë pra, se çaj ka hedhur ai atje, unë nuk di gjë, por di që aty që marr presupozohet që besoj dhe shkoj marrë, do më thënë, nuk blej 1 kile domate, po themi që kushton 500 lek, po vete blej gjys kile domate që kushton 3000 lek, që në thonjza, do më thënë, nëse ka të çmim, presupozohet që është një farë si Dëgjoj, atëherë, nëse patjetër, nëse ti ke një çik njohuri në gatim dhe në ditë, pra di ti kuptosh gjërat, kush është cilësore dhe kush jo. Hapë tim tjetër, Klodit, lutem se do filloj tani, duhet ekonomi për këtë, duhet ajo, duhet jo. Se tani... Atëherë, nëse do vi momenti që të vesh tek njëri që ka një përparse të bardhë, që ka marruar një doktoratur, dhe thot, dëgjoj dashur, thot, ti thot, ke këtë lloj mënyrë jetese aktualisht. Dhe nëse vazhdon me këtë lloj mënyrë jetese, të cilën thot, ti pi dhe cigaren që të kushton kaq, thot, ke një